Pas rritjes së kostos së karburanteve, prodhuesit të vendas dhe importuesit kanë nisur të përshtatin çmimet e produkteve. Vaji ushqimor që më parë tregtohej me 176-178 lek për litër, tani është shtrenjtuar në 182-183 lek për litër, ndërsa parashikohet të arrijë deri në 190 lek për litër në 2 muajt e ardhshëm. Ky shtrenjtim ka ndikuar drejt për drejt në familjet shqiptare, të cilat po ndjejnë rritjen e kostos së jetesës. Produkte të tjera si detergjent dhe preparat larës, edhe pse prodhohen pjesërisht në vend, varen nga lënda e parë e importuar. Kjo do të sjellë një rritje të çmimeve të tyre që pritet të reflektohet në treg. Brenda muajit maj, importuesit shpjegojnë se koha e furnizimit të lëndës së parë, e cila varion nga 30 deri në 45 ditë, ndikon direkt kur konsumatori ndjen efektin në raftet e dyqaneve. Ekspertët e ekonomisë paralajmërojnë se kjo lëvizje mund të ketë një efekt zinxhir duke rritur kostot edhe për produktet të tjera ushqimore dhe shërbime që varen nga energjia dhe transporti. Në këtë mënyrë, presioni mbi shportën e konsumatorëve shqiptar pritet të vazhdojë, ndërsa familjet përballen me shpenzime më të larta për nevojat bazë.